Përshëndetje njësit, atëherë kemi një tjetër qendër të numërimit të votave, e cila tashmë ka përfunduar procesin, është pikërisht ajo në të bashkisë së Kushës, ku kemi rezultatin si poshtë vion. Kryeson Partia Demokratike me 2034 vota, hekur nga Partia Socialiste me 1572 vota dhe Partia Social-Demokrate me 930 vota. Ndërkohë që Lëvizja Bashkë ka marrë 19 vota. Procesi atje ka përfunduar, numëruesit e votave janë larguar nga qendra e votimit dhe çdo gjë tashmë është në dorë të kësaj se ka kryer edhe procedimin e procesit verbal dhe procedimtare të rezultateve të zgjedhjeve për këtë në shtat. Ndërkohë që pak më herët, procesi i numërimit të votave ka përfunduar edhe në këtë numër 8, që i përket pikërisht territorit të bashkisë së Tiranës, dhe në këtë bashki kryeson Partia Demokratike me 1315 vota, Partia Socialiste me 1137 vota, Partia Social-Demokrate me 621 vota dhe koalicioni Shqipëria bëhet me 25 vota. Kjo është sa i përket bashkive dhe fuqarës, ku tashmë procesi i numërimit të votave konsiderohet i përfunduar që mirë, dakor. Kësaj numër 2 dhe kësaj numër 3 kemi një ndërprerje të procesit të numërimit të votave, por qendrat e numërimit kanë përfunduar në mirë, e mbyllim bashkë, Armir, duke të falenderuar, ndjes që e mora linjën sepse ka rezultatin njësia 10.